A i pot për mes pamjeve, qëfar pamjet bukura e qëfar pejsazhe vinë nga Shqipëria. Më mirë të themi, më konkretisht, sot jam në Kuks, e specifikisht tek fshati Shishtavec. Një fshat që duhet goxha një rrugë për ta bërë, dikun 20 km i ka prej qytetit të Kuksit. Jo rastësisht e kam zgjedhur këtë fshat, ju tash më dini që kam kaluar edhe në pjesë në për Shqipëri, tek Shqipëria non për me i po fshatrat e tyre, mënyrën e jetesës, paka shumë qysh i trajtoj temat e njëjta në për vendin tonë, në Kosovë, ose më mirë të themi si që jemi një, kështu që ndoshta mundet me tingëllu keq, veç se kam kalu tashmë edhe në këtë pjesë. Shishtaveci, kush është ky fshat që është i rrethuar me male, me bukuri të rralla natyrore, me njerëz të cilët kanë mbetur vetëm pothuajse pensionistat, sepse ju e pa gjatë rrugës, pamjet sa të që të bukura, sa të që rruga asfaltuar. Në fshat Shishtaveci në të jetojnë tashmë vetëm gjeneratat e vjetra, sepse e rinia sigurisht që ka shkuar qoftë në qytet, në Tiranë, në Kuks ose vendet të tjera, po që ka edhe migrant jashtë vendi. Me një kënaqësi shumë madhe sot do të jem në Shishtavec me njerëzit e saj për me i pa mënyrën. Përshëndetje. Si jeni, a jeni mirë? Mirë se ju kena gjetë. Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Apo lodhni? Si burri fort? Shumë mirë, mashallah. Mashallah. Unë sot jam të e bon një emision në fshatin e juve, me tregu mënyrën e jetesës, bukurit që i keni këtu, e të tjera e të tjera. Gazetari ju, a? Gazetar nga Kosova. Nga Kosova? Kosova. Po. Faleminderit shumë. E, që duket ki vend? Tregon atë që duket. A mund më të pyet pak? A mund të me pyet? Ende pa hop. Si je, mërë burri fort? A je nga fshati Shishtavec? Jo, jam për në vësej. Për në vësej, kojshi i ki këta? Qka deshtë në Shishtavecet? Kojshi i kena këto, na. Apo? Jo, apim edhe marrim. Edhe jep një nuse edhe merri, të më thonë. Po. Qështë e kalani me këta? Me miqët? Me këto, e po ka zej. Nuk u pushë gjaki me ne. Se na jena shqiptar, këta man. Këto janë goran. E po më gjojnë. Apo, a? Janë ma të ftohet, nuk janë bashkë. E na shqiptarët jena ma të zetë, ma të pritëshëm, a? Por gjithsesi e kaloni mirë me këta? Jo, kemi kalu me. Edhe nuk ju ndojnë shumë po pej në vësejës? Jo, probleme s'kena pas, jo. Që kjo është ma e mira? Jo, mi kemi kalu. Që ki venda, këto. A jeni, qësh jeni ju atje në vësej? A jeni fshat i mirë? Kanë vetë plesh. A jo vësjo? Kanë ikë gjemë të kajtë. Ku shkun? Ku shkun në Angli, në Gjermani, në Belqik. I muri gurbetit të thotë, të djemë të ju. Që kjo mikrofon. Respekt, falenderit shumë. A kom keni me shku dhejnë o vëseja? Po. Si djemë të rio. Shumë mirë, halal qoftë, veç a mundesh. Falenderit shumë. Nuk mujta pa hapë mirë emisionin. Në fakt, ishin komshit të tyre që fshatin në vëseje, kemi kalu fshatin në vëseje, shumë fshatër të tjerë për marë deri në këtë fshat, isha të thonë që sa mire nisa këtë emision në fakt, këtë fshat që ju po e sheni tashmë e kanë përfundu punën e tyre që ata punojnë për të. Në fakt, e bëjnë kultivimin e patateve. E tashmë, patatet vetë se jenë kultivu, i kanë marë, i kanë bjelë më mirë të themi, i kanë marë nga toka, edhe tek e fundit për tyre, ata vetë se besin gjallë, po i them në gjuhën taman në Shqipfolë, se kështu sepse me to bajnë tregti, por edhe një gjë tjetër që e bëjnë ky fshat në fakt mirën edhe me thekrën, kultivimin e thekrës, ashtu dëgjova. Po e fillojmë gradualisht, sot jam me Amarin. Edhe kena marrë një rrugë gjatë gjatë, po mundohem që kemi me taku, po e lës Amarin, më ma ofru mikrofonin tjetër, qofse e ka. Nuk ka problem, përderisa ju sjell pak pamje. Sikur në çdo vend tjetër të trojeve shqiptare, sigurisht që edhe këtë fshat ja u ka marrë rinin gurbeti. Pra edhe në Shqipëri ka shumë të cilët janë emigrant, edhe sidomos në këtë fshat i cili është larg prej qytetit, mbase për gjithçka mundet me qenë pak më problematike. Por që ku ka më mirë, kur i ndjek këto pejsazhe kaq të bukura, sigurisht që njerëzit kanë probleme edhe të lashe, sepse mund të shohim edhe për nga shtëpit të cilat nuk janë të ndërtuara bukur mirë, si që jemi mësu me pa në për fshatra.
por që gjithsesi sot po mundohemi që me i marrë rrëfimet e njerëzve, me çka merren, me çka punojnë, gjithçka tjetër që i lidh me fshatin. Zia e përmenda në fakt, por që më gatrova duke bisedu me atë zotrin, kanë mbetur vetëm moshat e shtyera, pra pensionerët të cilët jetojnë në këtë fshat, e ndoshta kjo nuk është një gjë e mirë. Ka shumë specifika fshati Shishtavit, por që po mundohem me i zbulu gradualisht, duke i taku banorët, duke bisedu me ta edhe me i pa a janë mik pretës, gjë që unë nuk po e dyshoj hiç. Në këtë pjesë të parë, Amari po hym kështu zyrtarisht në lagjen e tyre, Amari ju sjell vetëm pak pamje që më ia dha mundësinë me pushu e ne takohemi pas pak me njerëz e këtij fshatit e shohim se kush janë, çka bojnë, çka punojnë e të tjera. Pamja marr drejt. Nga tjeta, si a e mirë, a e lodh, qysh po kaleni? Se mirë, falenderit, kena orë pak në fshatin e ju me bo një reportazh. Me respekt. Po dhanë pomjet parë. Nuk është shumë kefshi, a i zotria, po na e dim, nuk të thët që edhe për fshatrat e tjerë në fakt ne i shohim, që njerëzit nuk janë gjithmonë gatshëm me folë para kamere. Që po i shoh të shtëpia të bukura Amari, ja tregojmë ka dal qanej, edhe të shohim kë mundemi me e taku që mundet me na fol. Hadamar ka dole të one, kjo du të me qenë kreu i fshatit. Për kush e përcjell emisionin tim kështu në vazhdimsi edhe me rregull e din që ku të shkoj në përvendet e tona që i kemi atje në Kosovë, e që ta s'ma mërmenja që është i pishëm se e ka një ngjyrë pak më trouble. Nuk ka vend që nuk e takoj një krua. Apo ja vreni një ngjyrë që e ka pak më kafe dhe mënyra që vjedh, por që është shumë i ftët. Ju e po që gjatë këtë bjeshkës pati shumë ujë që sidomos gjatë ditës së djeshme ka pasur rreshje të shumta të shiut. Të dy zotëri atje. Ka pas shumë rreshje të shumta të shiut. S'kllot e bona, po që ka bërë që niveli i ujit me urrit, edhe rruga që vjen deri në këto fshatra të cilët janë përreth, në fakt është shumë rrezikshme sepse kur ka rreshje shumë të shiut ose vërshime, sjell në vete shambje të gurve, edhe ka paralajmërime çdo kohë që duhet më rujt. Kjo duhet me qenë diçka shumë e vjetër e që unë nuk e di, por që duhet me mësu prej banorëve, dë janë të ardhë, edhe të shohim se çka munden me na thonë sa i përket këtij objekti që ka shumë objekte të vjetra në këtë fshat. Po du me i taku ata edhe me bisedu për ma shumë.
qetësia absolute për njerëzve, s'po takoj kërkon. Ose të paktën është orar i keq, po banorët të cilët kanë mbetur këto thuhet që janë nga shtëpia, nga oborret e tyre se s'kan ku më shku, s'kan kanë me bo, po gjithsesi ne po tentojmë me i lyp ata, kena orë mësafer, do të na prit. Traditat tona janë që. Na kanë ra mësysh. Ku po shkojnë bre kon? Valë që vjen, veç në shohë, veç në rreth tje. Tu rrit nera. Na shpëtove. Po vëlloj vetë. Turishmet, valla, e fanë që më i dashur jemi të ndjekit çdo emision. Prej këtu i të vëna këshyrin atija? Forti? Po më duket pak e pa mundur bre. A i këti fshati? Po ishta vec. Jam të kërku njerës për së mbigjoj. Po s'ka kanë shku në parpol me leti. A po, a? E ti je i këtuit? A muj 2-3 pyetje më ti po, për fshatin e ju, veç. Nuk di, unë nuk mire me këto gjana prit, kërë plakën në fshatit që ati të lokale. Ku e ka? Që ati po... Po vitë si banori këtuit më të Po, pyt. i këtu është. E ti? Edhe unë jam i këtu, ma me të kalzojnë ato. Veç më të pyt, qysh po kalani, veç për staku mordh. E kom një emision që e bëj. Po normal e kuptoj. 2-3 fjallë. Hade burë të filmin po ma këshyr. Po, filmin ta se jam... Qka po të pëlqen më shumë të bëj filmit? Për filmit që kesh shpjeguat atë filmin në nanën kur... Kur vdeq? Që aty më pëlqeu shumë. Veç më shumë thëj që qajte. Ishte të rek shumë. Faleminderit shumë që bëna këshyrni, edhe pse s'ma mor menja, po... Jo, thash aje besniku më se kam gabim. Ja, unë vetë besniku, s'kam naj lot tjetër. Respekt. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Do thot, që ka emrin kryeplaku Katunit? Mehmet Bala. Faleminderit shumë. A mundu më dhe kështu, a? A ne hajte qik nej përvalë se edhe ti që ta qenë naj për zanë masa nej.
përshëndetje. Si, a je mirë? Ku mundëm me gjetë na njeri që më fletë për historinë e fshatit paka shumë? Valla që tash askush so. Ha të dy pyetje po t'i baj. Jo valla. Se më vlla? Ja. Ani, respekt e. Pa merak. Kjo. Shkojmë mama, shkojmë. Për ndryshe, këta banorë nuk e dija mëndët me i dëgju që e flasin një lloj gjuhe goranisht. Është i afërt me maqedonishtën edhe me bullgarishtën. Po thuhet që ndikime të forta kalon shqipja dhe turqishtja masanej. Edhe këta banorë që po ishini, ose këta banorë që këtu pomi që po ishini, ky vend që po ishini, janë kryesisht të komunitetit musliman. Që ta banorë për ndryshe njihen për punë artizanale që i bojnë vetë, po që fatkeqësia e mos që s'po i takoj ata që merren me çtu punë. E me gjëra të tjera, sigurisht që e kanë frikë kamerën, e pas kanë shumë. Nuk po dhe kanë domethënë kategorikisht që i kanë kundër. Po të paktën pomi kena mjësien nga këfshan qëllë se nuk ju ka ra rruga kur neve na raset. Jem shumë me fatë që erdhëm me vizitu këtë qatë. Kjo që po e shihni aktualisht, ka qenë kafeneja e kësaj lagje, shumë e vjetër. Madje banorët, një që bisedova pak më i ri, ka shumë vite, do të thotë përpara që është shfrytzu si kafeneje, si lokale, natës e të tjerë. E kini holigan për mas një qenë. Për ndryshe që ky fshat, kur e përmenda më herët që kanë kuaj disa persona, ata i mbaj kanë për gara që zhvillohen në përshtigjet që i keni ndjek pamit përmes bjeshkeve, ka ashtu është edhe mbledh turista të shumë, sepse ka staza të skimit, kështu diçka fantastike që dimnin mundën me shfrytzu në maksimum. Është e pamundur që s'po takoj njerëz që po bëj kanë shumë aktivitete, shumë gjëra, por që ata nuk po i takoj, po gjithsesi. Një banor më tha më herët se këta si banor nuk e dojnë fare kamerën për para. E thonë e ka menur mjau respektu sigurisht, po që mjafton me ku. Ma e keqa që s'pëna bosqesh kërkush, ha? Po kthehemi për rrugës që nga kemi ardhë, sepse nuk ka njerëz. Qaj është atje, po hamencaj, ka mujt me qenë
O nëna përshëndetje. Si je mirë? Ka I keni burrat? Ku mundë me gjetë na I njëri që më tregon pak për fshatin? Aty e ko shpina? Po ty aty pës pak? Zdena? Të kaloft sa më shpejt. Faleminderit shumë. Çka ka qenë kjo? Din më tregu? Çka ka qenë kjo? Shkolla. Tash është e djegur, a? A kon zonë sa heq? Faleminderit shumë. Ne jemi nga Kosova. Faleminderit shumë. Shkojmë deri te shkolla mbase mujna me taku na I kanë. Po që është problem. Ne po I lusim ata. O përshëndetje. Si jeni ajni mirë? Na vjen keq që ju ndali, po jam të kërku njerëz. Si jeni? A je mirë? Jam Vali, prej Kosove e në fshatin ju. Si je? A je mirë? Mirë si kena gjetë. Si shkoni? Mirë, faleminderit. Si jeni jo? Rastisht u takuam se edhe ne kena ato drejtat tona, do detyrime kena, po ke parasysh, I kena të kufizuar me shumë dalje, po më gjatë kanë mas u takuam. U takuam rastisht. Rastisht, Po rastisht. vetëm a jeni të këtij fshati? Po nuk kemi banor të fshati, ne punojmë këtu, punojmë me shëndetësinë. Apo domethënë në ambulancë jeni ju? Mjet familjar. A ka mjekësi familjare këtu që? Familjare, po. So orë punoni? Vallai, për çdo ditë kena për 8 mëngjesit deri në orën që të rrim makinë. Për 8 mëngjesit deri në ora 14:20 minuta. Apo? Respekt. Në rregull, që me qenë se s'jen këni të fshatit edhe mi u mundu. Jo, këtu kena kushon një boll, kena po. Nuk po mundëm mi gjithë. Kërkon se kanë ikë. Një farë qëtësie që ata po mundu me... Çfarë teme keni ju? Emisioni ime ku em në votër. Edhe zakonisht kur I bëj emisionet atje në Kosovë, ne ja kam dhënë një farë teme që pas luftës, zhvillimi, historia, njerëzit, mënyra e jetesës, ju mundu që përmes këtij emisioni me tregu që shqiptaria I ka vende shumë bukura. Apo kupton edhe ç'a e paraqes. Krejt shqiptari edhe Ju një Dardani, na shqiptari Albani, një tjetër, kaq. Shqiptari me. kur po them ka një herë, po më thojnë mos bën dasi se jena bashk. Kjo është një diçka që pse për shembull politikanët tonë nuk po bëjnë shumë përçarë se më shumë se sa. Jo, a dyqysh? Me qenë se je person publik, hiç kisha hin ato tema. Jeni të pavarur më mirë që Na po folëm për bashkim, atë thonë ki për bashkim. Po, unë jam të thonë fiks për bashkim. Që të flas unë për sezon që ndodhet kjo, për shembull, si shtavecë që po flasim. Po. Unë po them për vetë, vendimi jem është ndër vendet më të bukura që ekzistojnë. Veni më Unë I kam 4 orë që rrugës kam ardhur më nol me vene. Qa shumë kam Shumë ahnimu. i bukur. Unë kam shku ta I guri mëngjesit, a shef atë gurin atje. Ajo është Moja kam shku, ai çut guri mëngjesit. Qa do thot me ato? Pse I kam met guri mëngjesit? Kam met nga që I bjerë përësja pare dillit me sa e di unë edhe I kam met guri mëngjesit. Me isha kojdhona, shumë popullore. Edhe mu më duket veni ma mrekullim duket. Veni ma mrekullim. Në atë momenti që lullëzojnë penë, pranverë, është super vend këtu. Është mrekulli. Ama diçka, për shembull, duhet me shtu sa më shumë aty investimet, sa më shumë I shtu, del edhe diçka më mirë për komunitetin. Edhe është më e mundshme edhe më përmirësu jetesa. Kur po e shën në fakt arkitekturën e këtij fshati I nderuar, po mundom ndoshta veç hamendja pa e ditë fare, ka qenë vend banimi I vjetër. Mbasi takova një kafene që nuk e mbajtën mend disa banorë. Shumë I vjetër ka qenë. I vjetër ka qenë. Shtaveci, po ne tash jena japtar këtu, nuk e dim se na me punë. Nuk e di historikun tamam, aty mundesh me taku atë mësuesin, atë mësuesi I vjetër këtu. Musaja. Si Musaja, ata e di përmesh ai. E di, është si bilbil për gazet. E ki aty taj klubi, aty të xhamia që aty më poshtë. Si ka mësuesi Musa dhe je fiks. Disa I takova nuk dashtën me fol para kamere, po që nuk ja thej askujt të drejtën që mos më u prononcu. Po gjithsesi qëllimet e mira të emisionit. Kur më vjet janë shqiptari këtu, totalisht shqiptari. A e thash mirë? Unë e thash. Shqiptari, ashtu. Për sa ata ju morën. Me emër tjetër. Unë nuk e konsiderova veten jabanxhin këtu zona. Hina edhe
Zonë që unë njoftën. A kuptuar në Shqip, një zona Shqip. Atëherë si mos t'i thom shqiptari. A kjo është më e mira, që kjo Ne është. flasim komunikim, kaq. Për çana tjera mbrapa për historikun, janë çana tjera. Edhe jo se dim, po edhe me punu atë si. tu ka qenë tu ka qenë me baraqe, se di ju se si keni. Si s'ka njerëz që ku je ti, qa po thu s'ka njerëz? Po, njerëz që janë në emigracion, po, e vërtet. Ka problem se Po, shumë që kanë devizë. pak. Devizë në emigracion, po. E quhet si pakis. A ki parasysh? Këtë zonën. Ne tu ka qenë me baraqe. Unë e di mirë historikën, po s'u unë ka jam thënë me lumjan, folë. jam prej lume. Unë jam lumjan. Domethënë luma, dihet punë e lumës, si ka qenë, anë historiku. Është në kupa atje ku atje dihet mirë se si ka qenë. Ma ki me... Jo, po jam Reklamu lumën, kje shumë. Domethënë, tu ka qenë ku është kjo Po besoj këta banorë të cilët kanë mbetur këtu, nuk ju mbetet hatri më thonë që janë Goran. A ju mbetet hatri? I kanë vetë zona Dollovishit, ma Shqip edhe Goran. Zona Dollovishit. Goran, në Shqipërim do me thonë zonë malore. Nuk e di ma shumë ma gjatë, po unë di që Dollovishti thonë, na gjumë ka një si thonë, si një epitet. Po. A kupton, me epitete po flasin, parësi se Po ma mirë mësosi Musa, po të regu... Do ta takoj, do ta kërkoj. Ina me punë, s'kina informacion me dur. Ka qenë ai si ka vdek, ai dople. Po, ai Nazifi. Nazif do. Mësosi Nazif, ai ka qenë historian i mirë. Është edhe mësosi Musa. Po nuk jeton, ai. Ai ka pashkruar për historikun. Mësosi Musa, a është në pension tashmë? Pension, që aty poshtë bre ki, ndash ta jep numër telefonit dhe komunikon me ta. Faleminderit shumë. Nderum, faleminderit shumë. Respekt. Kjo është ambulanca që punon, apo? Respekt, respekt. Faleminderit shumë faleminderit. Po, çush ja. Faleminderit shumë për çastin. Jo me desht mi gjejmë, po problem pak. Ndoshta është mesi i ditës, nuk po e them sjarë se tem çush e bëjnë për secilin emision, po që nuk po takoj fatkeqësisht njerëz. Ma tonë një shumë larg, i ka vetëm 5 minuta rrugë që është fshati në Vësej. Unë po du me përfshi edhe fshati në Vësej, me qenë se një kufi shumë i vogël i ndom, kështu që po shkojmë edhe atje edhe po mundohem që me i përzi pak banorët e këtij fshati së bashku me Novosejën. Banorët janë lojmë në Novosel, po Novosej e ka kështu zyrtarisht, edhe pak kam marri pjo frën, pak po me qenë se nuk po ka njerëz, nuk po du vetëm me usil në fshat edhe me i shqetësu ata. Kështu që po shkojmë atje, edhe të këshyrëm se çka mund të me pas fshati në Novosej, edhe u kënaqëm, s'kem çka. Jemi në fshatin Novosej, për banorët tashmë po Novosel, po që gjithsesi e thash që kështu me letra tamam zyrtarisht po emrin Novosej. Fshat larg prej 5 minuta larg prej vendit ku isha unë. Po m'duken që banorët janë pak më të qeltër se rrugë 4 i Kosovës, çuçi. Po m'duken që njerëzit janë pak më të qeltër, padosh me i paragjykuat ato të tjerë që ishëm në shishta veca, po.
Po gjithsesi, përshëndetje, si jeni? Ajni mirë? Ajni lodh? Edhe ky fshat e ka mënyrën e njëjtë të jetesës, ai përket punëve që merren, edhe për nga arkitektura është pikërisht në këtë formë, po shën një zotërim mbas mund të na fol. I nderuar, përshëndetje. A je mirë, si je? Mirë, si jeni ju? A mundëm 2-3 fjalë mi fol me ty? Jo, nuk kam nëse kam problem me ne. Kanë probleme. Në dakordim me Amarin, pas pak po e pres vetëm një tjetër që është ordh, ose mbase nuk është ordh hiç, po shkojmë te një pjesë tjetër e fshatit në Novosej me pase apo na flet dikush ose jo, po kam shumë dëshirë në faktin që me bashkëbisedu me ta dhe me po vetë se ma pasuroj në misionin, edhe me qenë se nuk pati shumë njerëz në atë fshat, ndoshta me ardh pikërisht edhe këto që me i gërshëtu këto dy emisione, me qenë se janë shumë afër me njëri tjetrin. Edhe të shoh se çka mundën me na thonë, po e presim atë zotërin që është ardh, të paktën mbase mundet me na i thonë 2 ose 3 fjalë për fshatin Novosej, edhe pse i kam të mangët sot deklaratat e njerëzve, por që gjithsesi çka vlen me u theksu, më ka ndodhur edhe në Kosovë që kam shku edhe nuk kam bërë kurrë sepse nuk ka pas njerëz, ka qenë zbrazët. Por këtë fshat ka njerëz, edhe ndoshta munden më na fol 2-3 fjalë, por gjithsesi e kanë problem kamerën, sigurisht tonë si val, si emision ja u respektoj gjithë secilit sepse jo domosdoshmërisht duhet me dalë para kamerë për me tregu, por gjithsesi që brenda emisionit unë i paraqes pamjet edhe peizazhet e bukura që vijnë nga fshati Novosej. Të provoj me këtë zotrin apo na thot 2-3 fjalë që ju shkojmë pak më lart edhe sjellin pak pamje edhe nga ky fshat. Zotri, përshëndetje. Si a je mirë? A je burri fort? Ja 2-3 fjalë për fshatin e ju, po kam dëshirë një banor me gjetë. Jam mizon. Respekt. Kaloshim mirë. Respekt. Ndryshe, gjinia femrore ose gratë, për çka po i shoh, ndoshta janë jo të mbuluara me feregje, por që gjithsesi ndoshta kanë me tradita e asaj kohe që gratë duhet të jenë të mbuluara shkaku i turpit ose çka po ti. Përshëndetje, ç'është jeni? Ajni mirë? Apo ju rrihet? Ku po shkoni? A shkojmë ama shkurtimisht deri pak më lart. Mbase takojmë dikon. Amari po thot gjithë shkysh, edhe ndoshta mundet dikush më na thonë gjithë fjalë, pak ftoft, kërkoj falje që po i thos. Duhet më gjefa mikrofonat të kam. Ja kam përmend fillim që këto dy fshatra janë edhe të marrë si një mysafiri në të vend, të bashkëbashku, të shkoj edhe në fshatrat e tjerë. Këtë çka kanë e kanë që të rrugë që kanë super të tëtume për ndryshe, të rrujt pjesa kanë mjaftueshëm ose nuk kanë, unë hala nuk e di, por gjithsesi a marr kujdes me fëmijët, ju më na vjen. Edhe duke dia kanë një pjesa ose a kanë zgjedhur të problem. Përshëndetje, si jeni? Çelë më në burr 2 fjalë dikush të më thot. Si jeni? Ajni mirë? Çfarë valani? Ajni mirë? Ajni lo? Ajni të Novosejës? Unë po e lypi një njerit për qëllime të mira, mund t'tregu pak për këtë fshat, po probleme e gjetë. Që të kemi plakun tonë si amik. Jo ai plak s'ko ka hiç, me po, s'ko ka mbajri se une. Apo që i din sanat atëherë është më mirë. Çush jeni? Çush po halani? Me u lodh. Mi ju vetë pak për këtë fshatin e ju, so bo, so pull. Çubra, apo vjen pak 2 minuta, vlloje. I kam do dhëmë thjerë që në... Edhe unë jam të ndres njërin, a besën. Ali shkurtimisht, se ndoshta i ri këtij vani veç, po do më pyet pak me çka po merrni. Unë isha tek fshati që ja keni këshia ti Shishtaveci. Të pak njerëz kanë që janë tregun mbase nuk do më dal dikush para kamerës, unë vlerësoj edhe atë pjesë sepse nuk ja thej kërkuj identitetin, po me çka po merrni, me çka po punoni. Shumica në Megri. Djemë të rritë gjithë në Megri. Po pse më djallë? S'ka, investimet janë zero. E ti djallë i qa po bën këto halo? E në unë qasaj rrugës jam, pa Mo bre, qfar mole, qfar natyre, qfar tuk pjellore. Unë ma shumë jam obligu se kemi një fermë të lobë. Ku e ki? Në Stane, afër Liçenit. Shumë larga? Jo, së shumë larg. Edhe kam një park tjetër. Edhe atje kam gjetë për kushtimi.
Ani dhe shumë në vendin tënd ku ka më mirë Po emigrimi është i rëndë, e kemi provuar, edhe emigrimin e kemi provuar. A kryesisht rinia ka dalë krejt jashtë. Shumica e rinis janë në 80%. Çka mund me qenë faktori kryesor? Papunësia. Papunësia, investimet e shtetit janë zero, ndihmesa për shembull subvencionet. Këtë rrugë kush ja ka bërë rrugën kryesore? Rrugën e ka bërë Bashkia Jo, ka bërë shteti, se është në fund të ARSH-s. apo me ujë të pije sa keni problem? Jo, Respekt. Ndërum uroj më të mirat për juve edhe pse në këtë situatë bisedum, unë veç kam pas shef prej Kosovë për ndryshe jam. Cilët vende? Prej Drenicës, një fshat Thirrët, Sankot, i venit jam. I Drenicës, Sankotin Me Drenasin, me Drenasin, me komunën e Drenasit. Plozhin në Salar. Plozhin. Salar. Plozhinën e kam larg 25 minuta. Qa kim Plozhin? Kemi ca njerëz tonë. Apo, a? Çfarë mbi emri? Ismaili. Ismaili, unë Ferizi i një atë. I rujtë zoti? Po që se ki e dëshirë më orë me vizitu fermën, Po ndash fermën, ndash parkën e bledhve, mund është lirë më orë. Po ku e ki? Mund vini mund vish pas neve drejt atje. A ki me shku drejt atje? Po, qëtash me qëtë rrugë. Me qëtë rrugë. Prit na, me njëherë për vina. Edhe që ati mund është me bo një gjirim të ngarku edhe patatën e zurës. Apo, edhe pa ja morë një gjithë patatës e leon. Vesnja. A keni patate? Sa provoj shmjortin tonë. Edhe mjortin edhe shtë. Ato e keni? Po, erdhë më reburë qashtu ka zëni. Hajde shimi, që atje kena veturën na. Po shkojna tek ferma e lëvëve edhe tek grumbullimi i bledhve me mjallë këtu në Vësej. Të shkuam. Qëre, ju miqtë e miqë që më këshyrni, që thash në fillim që jena në tokën e patateve, edhe që kjo pjesë, so i pat hektar? Ofër gjysë hektare. Ofër gjysë hektari, alo nuk i kanë vilë. Për ndryshe, mbrapa me që tash ju sjedhim pomje, 16 ton kanë me shku për Tiranë, e qeku i kena trektarin këtu të interesu ma vën, kam na folë 2 fjallë, qushje? Pa tjetër, po. Për ndryshe, që kjo, ka halo për besej? Jo, nuk ka. Dali, E rritur thoj në një nivel, 1500 metra mbi nivel detit. Kjo do të vijet paktën 800 gram. Po, garant. 800 gram. Shë kjo 800. Ta shti i merë i qënë Tiranë, Po, i shes. i hudhë në treg, Po. ka so është të shku kila e patatës këtu? Këtu 50 cent. So the që po shkën kila patatës? Këtu e me blej 50 cent, atë i shes 70 cent. Apo, a? Apo ja vlen? Po ja vlen. E ti ki 3 tonin atje në Tiranë? Shes aty në ka, shes. Tashu, unë po du me folj pak edhe me të zotin e patatës se në një vend ku bëhet patatja dhe që populli ushqehet me këto, so bën popullet, po më nej tash so bën qeveria për fshatin e ju. A ju subvencionon, a ju një banë? As i gram. As një cent. As i cent. As i cent kilo nuk subvencion. Kur gjo? As një gjë. Këtë Farën e sigurojnë vetë. forca po. Karburantet e lavrimit i sigurojnë vetë. Makinerit i sigurojnë vetë, i paguajmë çdo gjë. Për me plerat kimik i sigurojnë vetë. Plerin organik e kemi tonin, ujin e kemi tonin. Domethënë me bokët patate, me produktet patate. Me që hanë dirama patate për shqytyn e kuku. E dirama ka qenë Me lyp vota e për di. rip një votë edhe për të ngrënë një drek, ndoshta në një vend të tillë si këto, sepse vendi që kemi ne është tepër marnicë dhe sjell shumë turizëm. Po. Edhe për atë i ka interesu ati gjërat e veta që i ka interesu, ose për të marrë një pjesë të vendit tu për të bërë një aktivitet që njerëzit e pasur që duan që bëjnë një aktivitet këtu, ose një investim.
momente jam në Novosej, Në stanën e Novosej. në stanët e Novosejt, po për te i merr Noka, te familja e madhe, me zemër të madhe, tek I merr Noka. i merr Noka. Me y a me i? Me y. Me y merr Noka. Ta shtot Zoti bereqetin, Të lumë që e shtrove. Të lumë goja, Zoti ju rujt edhe juve, shumë faleminderes për këtë vizitë që po na e boni. Po patjetër qysh jo, po ja juve ja kujt se a di qysh ka njerë kur po shkojnë për fshatra për thomën s'jam si politikan, do në vi e qes për mes emisionit vota s'këm për me lyp se s'jam do dosh me hyp në krye të pushtetit, kështu që unë e vlerësoj shumë si i ri i venit, i kësaj shqiptarie që hala ka njerëz të cilët merren që tu i kanë bërë veç të herë. Po, vetëm ashtu valla. Po du me fol pak me ty që sa vite ja në nis ato një jetën ju ka shku qështu. Na gjithë jetës jena pas bregtori. Gjithë jetës. Domethënë babgjysh, nana jote u morr që 2-3 breza. Që 2-3 breza. 2-3 breza. Me një fjalë unë kish 5 vjeç e deri më sot jam marrë me bregtori. Me bletari mirë na që 20 vite, çunat më shumë. Unë e mirë më shumë me lop edhe me prodhime bujqësore. Se tash edhe mosha e ban vetën. Po çush jo? Po e falenderojmë Allahun se mirë na ka shumë punë. Me çka jeni tu morr saktë? I patë lëp që kjo është si rezultat i lëpëve, djathi është që vili tash unë e kërkoj ti tregon për çdo unë e kërkoj. Gjalpi. Që sa e keni bën? Taza i sapo. Djathi është po i lopëve, mjalti dihet mua është e bletës. A guxoj që tu më aprish patjetër. Patjetër, të prishi sa dush. Edhe këto janë bim, me fjalë janë boronice e egër, e mbledh me vetë, suxhuk jashtë bio i bom vetë, do gjo që ashtë vetë financimesh. Një lumt. Sa llojet mjalteve kemi? Na kena vetëm mjalt lulesh. Vetëm mjalt lulesh. Luleve të lëbaveve, sa janë zona më e mirë. Këto shtegu i ngjirave. Këto janë në mes të zemrës shtegut të ngjirave. Shtegu i ngjirave. Po, kam dëgjuar edhe në fshatin kur isha atje. Po, lulet më të shumta janë këtu verës si xho, na çka shkora. Apo kërkohet që a ke edhe këto në treg sikur patatët? O, këta nuk dalim kërkun, na e shesim këtë të shtëpia. Vin këto, a? Vin prej më shumë shkon jashtë. Në Zvicër, Gjermani, Angli. Vin doktora prej Prishtine. Se unë kam që 20 vite se mirë me këtë. Po. Prej Prishtine. Krejt ato që kanë marrë njëherë kur së më ndërojnë. Kur janë me fjalë çdo gjë. Për çka shërben më shumë ke mjalë që më ju referuar një? Për çdo gjë kjo. Apo, jo 20 smundje luftoj. Atë plak? 20 smundje, jo vetëm të rinoj. Vetëm të rinoj. E çato po tut na vërtet të këtë. Qëre, Amar fokusoj veç pak lutem, edhe pse me qenë se reklamën vetë se e paskan, po me qenë se jemi këtu bletaria Noka, pas ka edhe njerëz prej Prishtinës që vinë, prej Kosovë, e po dërgoj ka edhe jashtë vendit që këta e bojnë. Unë më herët e pyeta djalin tën mbrapa kamere. Unë e vërejta që nuk ka fije në shiqerit, po e pyeta veç apo është i sinqert për me ish natyrale komplet. Po jo, se nuk bëhet ajo, as bëhet fjalë. Se në qoftë se ne do t'i bëjmë për shembull ndonjë ndërhyrje në sen, na do falementojmë për vete. Absolutisht. Kështu që me fjalë më mirë çajo si del bio, edhe njerëzit janë kënaqur. Çmimin mbaj sa dush, ai tjetri e do materialin e saj. Sa po shkon një tegull? Na ja kena dhënë 25 euro. Kur s'ja lëvizim çmimin. Kur, ka kush ka fukaroz zengin një çmim. I huj, i joni një çmim. Do të jena stabër. E bre hallalli që. Hajde be trektor, hove pak se valloj. Aja gati mbimi talohen. Se afto ku ata është. Shë. Originali. Kjo është originali. O bre çoj ku dush. Originali. Si nuk futet fare. Për sa minuta mundesh me hongër tërin që t'pjot? Sa minuta? Po. Sa thoshti? Unë për shembull mund të shkoj as një minutë. A e bojna një gol? A e bojna? Po me 500 euro. Me sa? Me 500. Ja, s'moj mjam kalu. Jemi në bajs me uve. Mos bëj gore. U paguaj 500, ti paguaj 200 ta vjatën në land. Për 10 euro në po i. Po të? Jas. Tregon pak se kur t'i takoj moshatarët e prindve të me, se po bojmë ka pak hajgore, ka pak bisedë. Kratë forta aki edhe bashkë shkordën tonë. Patjetër. Krajt Bilmetin e ka bo bashkëshortja. Bile bashkë krajtja thasht. Nuk diskutohet. I qa shepse tu më është ajo. Me fjalë nuk ka si përpara, tash çdo gjë për shembull është më e lehtë, se ka qenë më përpara shumë më e vështirë.
Tash i teknike. Se tash janë teknika, lopët mjellin me makinë për shembull. Pikë shton do shta më të daj. Keni makineri? Kjeda. Veç më sëmë që i keni ble vetë. Jo, i kena ble vetë. Po, Vetë financim çdo gjë. çdo gjë vetë. Që kja pak po ma prish shefin, se Çdo gjë vetë. te kështu pas. si me Tu tek neve. E kemi Severin e lallme. Për ndryshe, lem tash pak të foli. Garant edhe këtu i keni në për... Bornicë, e mbledh nga dora jo. Nga një. Nga dora. Vesh kësharrit. Nga bjesh të sharit. Për çka përdoret më shumë ti? Për çajna? Për çajna, për koll, për vesh. Ta nuk e zëvendëson asnjë gjore. Për zamërana shqiptar që shvujna pe zamra krejt. Kjo është Më shkurt kjo të ndron gjakun. gjakun. Gjakun 100%. Raymond i trupit. E i trandofilit? Trëndafili e gara është për Trëndafili e çajra, për çajra. për ftohje. Po kërkohen të dyja. Po, të dyja, kërkohen të dyja. A e dini që jam shumë i lumtur që ju më taku sed? As pja të bëj rrafsh, të po marrë bëju rrafsh, kallëzoj shumë. që ma keni begatu që të mision me ton këto të mira, për ndryshe këtë numrin, unë e lon numrin që është shkruan këtu, masanej për çka dojnë më u kontaktu njerëzit, Falenderit për vizitë. edhe aty që është më e mira. Kufini, gjë që s'du të me pas siç kufina, po nejse, kuksi edhe me një herë domethënë është fshati në vëzej që mundi me I gjetë pari. këtë familje edhe Ose nga Ose nga komuna e Dragashit, Komuna e Dragashit, Krusheva. Krushevë në vëzej direkt. shkret 10 minuta. 10 minuta. A mujna mu kthy edhe na tash? Po, pa problem. pa pik problemi. Ai, po ofër bre jena ofër apo shem. Shumë afër. Çka ku me të pa kërkuar dhe pak sugjë. Merë një thik, merë një thik. Ja më çfarë thike që e duhet. Pret mos e bëj. Qysh, a e leni shumë më tha, qysh... Po, e lom me tha. Me fjalë nuk Shkaku du që mos prishet. që mos prishet, se ki me fjalë më shumë e çojmë jashtë. ne. Më shumë shkon jashtë edhe Jashtë vendit edhe së po, gjupina. po, më shumë në Angli. Në Anglia, në për Italie, në shtetet huja më shumë krejt. Çdo gjë bio ikën më shumë jashtë. Do më thonë prej Prej baktive mish, juve. prej baktive, prej mishit tanë, prej fermës. Ta kona val. Më dhe për makona, a bëdhe me kërku ti pak. Po, ka të thonë. Jo, këti kamermanit. Po të hajë Ja bese se meritojnë kamermanit, veç me që. Ja ta vanë puna se edhe këti një pjesë ja dojmë. Natë prej qësoj mrekullijet që në numrin e familjes Noka ka me e qitë brenda emisionit, jo vetë pse jam këto, jo vetë pse më i pritën se të ke funit tradita tonë shqiptare janë që ja hapim derën njerëzve edhe buke kërpe e zemër që ka qëllu, po kur qëllojnë më kësët mira, sigurisht që do të mi do edhe me të tjerët. Kemi me shku që tash tek bakëtit ose të lëp, me Zotit i merr Noka. Faleminderit shumë, e paqit gjithmonë Me bereqe. ndër t'jofshi. Ndërkohë që unë po ha dhe pak sen. Zoti ju rujt. Faleminderit Të shumë. bëj si më mirë. E qysh më shdrypën, a? Hajde Qesh moj me s'ka me me. e bu kamerën qëtë, hajde. Ratë se ki. Hajde, s'ka problem. Për diri sa marit na zbret, që to janë kosheret e bleteve, bletën që unë sa po e kërkova, po që e keni kërku edhe ju që tashmë vetë se e bleni nga familja Noka. 100 e sot supken, Janë 130, 100, janë dy parçe, një 100. park është këtu, një park është në e shtektume. tani më që jemi, që ka mori po e merr kamerën, tani që ka posë reshit të shihet edhe sigurisht ka Shtegu i ngjyrave, i luleve nuk ka se qysh me u kultivu, edhe nuk ka ma mirë se si qysh mos me u shfrytzu bukurinë që Zoti, natyrën që Zoti e ka kriju, edhe familja Noka ka vendosur se ka këtë vend me full koshere. Për ndryshe i pas ka edhe të gjela dhe pulat fshatit, që ja mori të rëgan për mes pamjeve.
Jam në mes të Shishtavecit dhe të Novosejës. Dhe në fakt, aktualisht jam në Novosej, në 1500 metra në lartësi mbi detare, në qoftë se nuk gabohem, por sipas të dhënave të banorëve, ashtu më thanë, ashtu do po ju them të juve. Është fundi i emisionit edhe më mirë, do shta unë e them në çdo fund të emisionit që i bëj që ndova shumë i kënaqur, por edhe në këtë fshat kur takon njerëz, po që janë shqipfolca, që jemi shqiptarë së bashku edhe hapet dera për dikon tjetër, nuk ka kënaqësi më të madhe që mund me paraqit përmes një emisioni tim, e që tash më kam fillu me dalë edhe tek vëllëzërit ose tek nëna Shqipëri më mirë ti themi. Erdha me shkak që ti u prezantoj edhe me frymë të lopëve që janë të familjes Noka që ishim vetëm pakës më herët, ato kullosin këtu, e kanë në një hapësirë të gjelbruar, kanë kullos boll dhe kjo është pamja më e bukur që mundën me ofru për fundin e këtij emisioni. Nuk është fundi gjithsesi sepse kemi me shku edhe tek Liçeni, ku është një pamje e mrekullueshme ku në fakt edhe fillon ato shteku i ngjyrave. Fatkeqësisht për mua që jam për qes dorën që shton. Fatkeqësisht për mua që jam tashmë në stinën e vjeshtës, por që për juve që e admironi natyrën, unë veç di ju thonë që për gjatë muajit maj ose në pranverë, ky është vendi më i mirë që ju mundin me ardhë me e shiju, edhe pse jo me arrit këtij vendi gjallërinë, sepse njerëzit janë shumë punëtorë si gjithë atë familja në fjalë. Po du mi falenderu të gjithë banorët e të dyja fshatrave të cilët ndoshta me të gjithë nuk jam taku, po uroj që kjo rrugë që e ka marrë nga Prishtina deri në këto fshatra për mua ka qenë më e mrekullueshme ndoshta që mundëm me i thonë ose me emru. Kështu që falemderit shumë, e çka ju mbetet me u pa në javën tjetër, në emisionin tjetër të Në Votër me Valin, e juve uroj që historitë të tilla me ju shërby si frymëzim se çysh duhet atë dhe jo. Me këto kushte, me këto mundësi që i kemi, mjafton me punu për vendin që jemi lind e jemi rrit. Pomi edhe pa këtu, edhe pomit e fundit vinë nga Liçeni që është në fshatin Novosej. Miropafshim.